është kryetari Lumer Abdigjiku, kryetari i partisë nga 7 nëndeg që kanë qenë funksionale në Mërgot, tash kemi mbi 80 nëndeg që janë funksionale, energjia është jashtëzakonisht pozitive, neve çdo ditë tash mbojmë takime në Zoom, i kemi platformat tona që mbojmë ekipi Mërgotës me antarët tonë që i kemi në diasporë, ka një entuziazëm të jashtëzakonshëm, pritja ka qenë fenomenale që i është bërë LDK-s në tubimin e fundit që e kemi pas ditën e diel. E dim, zotëri Guri, që në zgjedhjet e kaluara, pra sipas dhënave të KQZ-s, vetëvendosje ka prirë me numrin e votave nga diaspora. Presni që kësaj rave të ketë ndryshim, edhe mbase këtë ndryshim të ketë mundur ta sjell Osmani? Ne natyrisht që presim ndryshime, edhe natyrisht që jemi shumë optimist për mbështetjen që po na ofrohet, jo vetëm Mërgot, po edhe në Kosovë, pasi që ne jemi çdo ditë me qytetarët, jemi duke i taku çdo ditë qytetarët e Kosovës, edhe jemi duke hasë në një mbështetje të jashtëzakonshme që janë duke ja bë Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe unë mendoj që rritja ka me qenë e në Mërgot, që ashtu që ka qenë edhe për vetëvendosjen që ka qenë pothuajse pak a shumë rezultati njëjtë që merret edhe me nën shkurt i Lidhjes Demokratike të Kosovës, por mendoj që mbështetja do të rritet një trajtshëm edhe në Kosovë edhe në votat e Mërgotës tonë. Dhe kur po thoni të presim një rritje sikurse të vetëvendosjes. Jo, thash e krahasova, thash votat shkojnë një trajtshëm edhe në Kosovë edhe në diasporë. Edhe lëvizja vetëvendosje me 28 dhjetor nuk ka pas rritje veç në Mërgot, por ka pas rritje edhe në Kosovë. Kështu që mendoj që edhe qytetarët votojnë pak a shumë njëjtë, qysh votojnë në Kosovë, votojnë edhe jashtë. Nuk e bona atë krahasim, por që tregova që lëvizja vetëvendosje përveç që ka pas. Dhe në anën tjetër, pra përveç LDK-s, një tubim në Zvicër e ka pasur edhe lëvizja vetëvendosje dhe ndër të tjerash në këtë tubim është premtuar për pagën e 13 dhe të 14. Si po i shihni një premtim të tillë pra nga qeveria në detyrë, nga partia që vazhdon të jetë në pushtet dhe prezantimi i këtij premtimi të bëhet në diasporë? Këtu janë zotime paraelektorale, do me thonë e keni pas jo serioze në këtu premtime, përveç janë jo serioze, po i humbin edhe fletat kryeministrit të zotimeve që po i bën në për tubimet e tij. Këta e kanë një strategji e cila është tash në një kohë që për 4 vite me radhë nuk e kryjnë, nuk e përfundojnë asnjë punë të vetme.